الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد ذلك تفرقا معصوما ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن يقولون سمعنا وأطعنا. Allahun Zotin e gjithësisë falenderojmë, vetëm atë e adhurojmë dhe vetëm prej tij të mirat e kësaj bote dhe botës tjetër i kërkojmë. Vetëm prej tij udhëzim, shpëtim, falje kërkojmë. Salavatet tona, më të mikrat, më të bukurat, më të plotat, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë atyre që rrugën e tij kanë ndjekur, ndjekin dhe do të ndjekin dërgojmë. Lusim Allahun e madhërishëm që këtë tubimin ton, këtu sot, të bon prej atyre tubimeve që ata që prezentojnë mëshirohen, e kur shpërndahen, mbrohen, dhe mos në bon prej atyre që edhe se në shtëpit e Zotit takohen e tubohen, por përsëri shkaku i gabimeve që i kanë, njeteve që i kanë, nga mëshira Allahut dhe nga veprat e mira privohen. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që neve të gjithve të na bën prej atyre që thuajnë semi'na, dëgjuam fjalën e Zotit, thirrjen e Zotit, wa ata'na dhe respektuam. Të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka zbrit një libër për këtë njerëzim, një libër të garantuar që nuk do të ketë mundësi as kush ta ndryshon atë libër. Një libër që thirr njerëzimin në vlerat më të mëdhaja, thirr njerëzimin në besim. Se pas besim nuk do të ketë sigurim në rrezullin toksor. Kurani familjar të vëllezër, me argumentet të cilët ekzistojnë në të, flet për mrekullitë e Allahut subhanahu wa taala që i ka krijuar në këtë tokë. Flet për tokën. Toka në Kur'anin famuljar të vëllezër përmendet 461 herë. Si një krijesë e mahnitshme, mrekulli që s'ka mundësi kërkush ta bën një tokë ose një pjesë të tokës sikurse Allahu subhanahu wa taala. Kjo tokë vëllezër që ne e shohim të është e qetë, pazan, kjo tokë mbi të cilën ne çdo ditë e çdo natë jemi, është mrekulli prej mrekullive të Allahut subhanahu wa taala. Po vëllezër, ka më ardhita që kjo tokë ne që jemi, na sek Allahu subhanahu wa taala që do të habitemi kur ka me pol toka për secilin prej neve se çka kemi bo për një jetë tonin në këtë tokë. A ka argument për këtë? Po vëllezër, ka argument. Jo vetëm një argument, po ka argumente të shumta. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ditën e kiametit do thot njeriu, wa qala al-insanu ma laha, atë ditë kur do të fol toka, njeriu dhe njerëzit kanë me pyet çka ka toka, se folën toka. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, atë ditë toka dhe t'i tregon lajmet e saja. Njerëzit heshtin, flet toka. Me çka flet vëllezër? Me dëshmit. Po jo vetëm atë ditë, edhe para asaj dite vëllezër, sot kemi shkenca të shumta që studiohen në për universitete, ku
Bohen analizat të shumta me i analizu, domethënë llojet e tokave dhe mirësitë të cilët ekzistojnë në brendin e asaj tokës, që ne ecim ndoshta përmi atë tokë, ndoshta në atë tokë janë miliarda pesare. Po edhe për të keqe vëllezër, sot në çdo vend ku bëhet një krim dhe hikin kriminalët, argumenti më i fortë mbas të cilës gjenden kriminalët është toka. Ai krim zbulues i vjen me atë aftësinë, shkallësinë, dijen e tij që e mëson gjatë viteve dhe përvojën që e ka, e zbulon se kush e ka bërë krimin. Vëllezër, ka më ardhur edhe dita që Allahu subhanahu wa taala ka më urdhëruar tokën që më na tregu edhe punët e mira. Thot Allahu azza wa jall: "Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha." Atë ditë toka ka më i tregu lajmet e saja, nga se Zoti i tokës ka urdhëruar tokën që të flet. Yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan li yuraw a'malahum. Atë ditë njerëzit grupe dalin prej varrezave. Për çka vëllezër? Për të dëshmuar, për më i pa punët që ata i kanë bërë në këtë dunjë gjatë jetës. Nuk ka punë të mirë që e bëjnë njerëzit në vetmi ose në pranin të tjerëve, në grupe, para njerëzve ose në vetmi, në sheftas, përveç se gjitha këta i regjistron toka. Mirë po, falë Allahu subhanahu wa taala që njerëzit janë të vetmit që kanë histori, edhe ata i regjistrojnë punët e mira. Vëllezër, para 20 viteve, për herë të parë, tu në këtë qytet, ku mërgjimtarët janë parafërsisht që 60 vite, për herë të parë, bëhet një hap serios. Jo si kurse hapat ose muhabetet që janë bërë në kafene, ku qahen derdet e shoqërisë tonë këtu, në fund mas kafes nuk mbetet askush. Ditën e nesme se cili ja fillon punën e tij dhe shef familjen e tij. Mirë po, para 10 viteve, më 20 prill 2015 janë të bu disa prej vëllezërve dhe kanë marrë vendimin që me e bo një hap konkret, praktik, të realt, si me ndryshu gjendjen tonë për të mirë, si me investu diçka për rinin tonë, për ardhmërin e rinis tonë. Dhe hapet një xhami modeste. Në ditën e parë të Ramazanit, në atë xhami falen parafërsisht vëllezër vetëm 8 veta në namazin e qindis. Fillojnë aktivitetet, që nuk ka qenë vetëm një aktivitet vëllezër, por unë do t'ja teki vetëm disa prej atyre 10 aktiviteteve. Pra, mrenda këtyre viteve, 10 viteve, falen ma shumë se 130.000 namaze. Jemi në kohën e statistikave. Ma shumë se 130.000 namaze. Agjirohen ma shumë se 10 Ramazane. Bohen ma shumë se 50 iftare, pasi në Ramazan xhamit organizojnë iftare. Mbahen ma shumë se 600 hutbe dhe 600 ligjerata. Realizohen aktivitetet të shumta me ato të ri që kanë qenë fëmijë në atë kohë, sot i kemi ata më janë rrit. Jashtë kësaj vëllezër, botohen me 10 libra dhe me mira CD-ja. Numri i titujve janë me 10 libra, kurse numri i librave që janë botu vëllezër janë me 10.000 ose 20.000, 30.000 libra. Po jo vetëm kjo, në saje që këti tubimi që është tubu vëllezër, realizohet një aplikacion që e kemi në xhamin tonë ne dhe e kanë në Gjermani të gjithë xhamit shqiptarve. Tu realizohet ai aplikacioni me mundin dhe bereqetin që i kanë bu vëllezrit kryesia e xhamit. Vëllezër, sot në atë aplikacion bashkohen jo vetëm xhamit shqiptare në Gjermani, po edhe ato të Zvicrës, ata të Danimarkës, ata të Italisë, kudo që të shkosh, vetëm e nxjerr aplikacionin, në saje të asaj dhe ta gjesh një xhami prej xhamiave shqiptare. Vëllezër, pra kjo është ai bereqeti i tubimit.
para se me u ndërtu murat, janë eduku burat. Kjo është një rregull vëllezër. Edhe alhamdulillah, pas 11 viteve, 2 muaj dhe 90 ditëve, pra në ditën e djel të kaluar, më datën 19 korrik 2026, u bë tubimi i dytë, me pas e ku jemi edhe ku do mi të shkojmë. Tubimi i dytë, një tubim vëllezër që është regjistru pa ashtu data dhe puna jonë se çka kina bo atë ditë, ka qenë një tubim që është bo me antarët e xhamisë, që numri atyre është më shumë se 150 antar. Dhe arsyeja kryesore që ka qenë tubimit vëllezër, se në këtë xhami nuk na merr, nuk kemi vend për të falë të gjithë. Detirohemi ose më u falë të kuzhina, ndonjëherë detirohemi që imami me dal para mihrabit, ka vëllezër që detirohen më u falë edhe tek shkallët ose dikun tjetër te pjesa e grave atje. Pra sikurse një shtëpi që kur rriten djemt, shtohet numri antarëve të shtëpisë, baba e shet të detyrueshme domosdoshme që me e bo një shtëpi më të madhe. Pra në krye me kryetarin e xhamisë, kryesinë e xhamisë, është marrë një vendim që me bo një hap për me bo një xhami më të madhe. Po vëllezër, së bashku me juve ashtu sikur se ka filluar, edhe do të vazhdon kjo punë. A dijeni një send vëllezër, se tek Allahu subhanahu wa taala, edhe në dunjë, edhe në ahiret, do t'ja ndini atë lezetin, knatësinë që shërbeni, keni shërby në këtë xhami. Pjesëmarrjen tuaj në ligjërata, në aktivitete, wallahi nuk ka diçka prej atyre që Rabbul Alemini nuk do t'ju shpërblen më të mirë në shëndetin tuaj, në pasurinë tuaj dhe në familjen tuaj. Vëllezër, brenda 2 orëve u bë diçka që nuk është bërë kurrë në historinë e xhamive në Gjermani. Janë tubuar më shumë se 204.400 euro. Kjo është brenda 2 orëve në ditën e diell, që me adërzu kistën e parë të pagesës së tokës që është synu për më u blejt për një xhami të re, dhe vëllezër kanë mbetur prej asaj që duhet paguan vetëm edhe 10.000 euro. Elhamdulillah. Kjo do të thënë është bë vetëm në një tubim, si thënë të thjesht, nuk ka qenë as tribun. A me lejtë Allahu subhanahu wa taala planifikohet që bëhen edhe shumë aktivitete në kryet atyre që duhet edhe një tribun e madhe, ku bi idhnillahi taala edhe ne do të tregojmë burrnin ton, edhe ne do ta tregojmë imanin ton, edhe ne do ta tregojmë bujarin ton, që me bën një xhami. Ta fëmijë që e kemi këtu në xhami tonin, ta dinë se kina investu diçka më të mirën për ardhmërinë e tyre. Të nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka premtu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka premtu dhe ka thënë dora e Allahut është me xhamatin. Ndihma e Zotit, udhëzimi i Allahut azza wa jall gjithmonë është me xhamat. Ku më shku vëllezër? Në Evropë, në Amerikë, në Afrikë, në Australi më shku, nuk ka një projekt që ka fillu për me u bën një shtëpi të Allahut subhanahu wa taala, një xhami, përveç se është plotsu. Andaj unë ju thiri nga zemra të cilin për juve që mirë një pjesë në këtë projekt që ka fillu në këtë qytet, edhe dijeni vëllezër se do të mbureni që keni prezentu, keni marrë pjesë në këtë projekt. A e dini pse vëllezër? Se si çdo projekt edhe çdo xhami që e ka një fillim, e ka edhe një mbarim. Një ditë prej ditëve, ndoshta për herë të parë kur kam shku te xhamia e Stuttgartit, nuk i kam taku ata që kanë qenë të parët që kanë investu për xhami. Kam dash me i taku. Mirë po subhanallah, ma kanë cek një emën, thanë ta të gjithë kanë ndru jetë. Ju kam bet një nderi madh familjeve të tyre, djemve të tyre, mesave dhe nipnive të tyre që Haxhi Baba është prej të parëve që ka marrë pjesë në ndërtimin e një xhamis shqiptare në Stuttgart. Dash Zoti që edhe ne vëllezër ta bëjmë për Allah një xhami, ashtu sikurse kërkojmë kushtet e kohës tonë, ashtu si është vendi me e bosi thënë të ne dhe ku vendin me bu një xhami që e ngjan xhamive më të mira në Gjermani. Lusim Allahu subhanahu wa taala që të na ndihmon, zemrat të na bashkon dhe
sikur se I ka gëzu të tjerët me xhamia të bukura, edhe Allahu edhe neve të na gëzon. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه. Të nderuar vëllezër, në atë surën që përmenden ajetet që I lexova, ku thot Allahu subhanahu wa taala që atë ditë njerëzit do të tubohen që t'i shohin veprat e tyre, kanë thonë dietarët, shikimi I parë ka me qenë atëherë kur secili prej njerëzve ka me pa librin e tij, me emrin tënd, një libër që është shënuar vetëm me veprat e tuaja. E dyta, shikimi I dytë është kur fillon njeriu me e shfletu dhe me e pa regjistrin e secilës punë të mirë që e ke bë, regjistër në veti. Kur e ke fillu, sa ke punu, edhe si e ke kry punën tënde. Dhe treta është e shikimi që e kënaq synin e besimtarit është që atë ditë besimtarët pasi që t'i shohin librat e tyre, ta shohin për secilin libër, dhe më thënë vepër, libër në veçanti, është atëherë kur ta shikon se sa peshon I libra e tij, edhe kur ta sheh veten e tij në peshore, se cili prej neve ka me uma ditën e kiametit sipas veprave të tij. Liyurau a'malahum, Allahu azza wa jalla ka me bëj që secili prej neve të peshohet mbas mundit që I ka bë, ka dhënë në kryerjen e veprave të mira në ditën në këtë dynjë. Vëllezër, për secilin njeri sot në dynjë pranohet diçka dhe sa grimca me bo një punë të mirë pranohet. Edhe Allahu azza ka premtuar që do të paguhet ajo 10 fish starti, që ka mundësi me mrit edhe 700 fish. Kjo nuk ka dikundi, sikurse që pagun Allahu subhanahu wa taala. 10 fish është starti. Sot paguhet diçka dhe sa grimca, një fjalë e mirë, një vepër e mirë, një dhuratë e mirë. Nesër, pasi që të vdesish, nuk do të pranohet sikurse me dhën edhe sa kurse kjo botë ari dhe altan me dash me dhën, u kry puna jote. U mbyll libri yt në këtë dynja. Prandaj thon vëllezër, përkujtoj veten time dhe secilin prej juve, me një fjalë që them se kjo është një investim, të marrim secili prej neve pjesë që të plotësohet kjo pjesë që ka met, që në fakt ajo që ka qenë plan I kryesisë, sikur antarët e xhamisë, të cilët janë antarësu me dhon nga 3.000 euro, paguhet ajo pjesa kisti I para xhamisë pa asnjë lodhje, pa asnjë aktivitet tjetër. E dhash Zoti që kjo 10.000 euro që ka met edhe sot të kryhet në thajet e vëllezërve juve me lehtë Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër, prej këtu e bëjmë një thirrje, po ashtu edhe një herë ta bëjmë një investim për sfidën bashkëkohore që është edukimi I fëmijëve. Para 2 ditëve më kanë ardhur 2 prej djelmoshave të rinj, kanë ardhur prej shkollës, ose duke ecë kanë ardhur te xhamia me pi ujë pak me pushu. Gjatë bisedës I nxorën telefonat, pash telefonat e atyre vëllezër, wallahi me ju thon, ndoshta 10 fish më të mira dhe më të shtrenjta se telefoni im. Elhamdulillah, e keni bënë investim të mirë, që ju ka kushtu para tek evladi. Vëllezër, investimi tek evladi nuk do të mbaron kurrë. Çdo fazë të jetës atyre kërkon një investim më të mirë, që ti jesh një prind, që fëmia jot nuk kërkon një baba jashtë ateje. Do të më e bëj më të mirën, telefonin më të mirë, teshat më të mira, ndoshta biçikletën më të mirë. Mirë po vëllezër, të gjitha këto janë investime për çka? Për trupat e tyre dhe për shëndetin e tyre. A ju ka shku mendja dhe njëherë që ti si prind duhet me bëj një investim të mirë për imanin e tyre. Me të vërtet, besimin që e kanë në zemër është kryesorja. Po që se fëmija e hupën besimin prej prindit, ta mbyll derën që nuk lejon me hin zemrën e tij, kjo është humbja më e madhe. Atëherë, si me mbjell besim, si me fitu besim tek fëmijët tanë. Mënyra më e mirë, vëllezër, është që me mbjell imanin në zemër të evladëve të tonë. Mia kur ta dinë Allahun azza wa jall, besohet që ka me ta ditë edhe hakun tonë se Allahu e ka urdhëruar ta respekton, ta nderon prindërin e tij.
Për këtë synim dhe synimi tjetër që është po ashtu investim të xhamisë, në emën të xhamisë do të organizohet edhe një umre në pushimin e vjeshtës herë për janë, dhe të shkohet me lehtë Allahu subhanahu wa taala në umre. Unë ju këshafir juve si prind në veçanti që jeni prezentoni me një pjesë më fëmijët e juaj, që jeshti sebeb që e ke qu vendin më të shenjtë e vladin tonë. E di se kushtojnë vlezër, mirë po synimi i xhamis nuk ka qenë që me përfitu, është çmimet më modeste dhe me kushtet më të mira. Që gjatë kontrollimit të çmimeve që i kanë dhënë me të njëjtat kushte vlezër xhamia të tjera, wallahi është çmimi më i volitshëm dhe me kushtet më të mira në hotelet më të mira që nuk ka nevojë me taksi me u falë në xhaminë e pejgamberit alayhis salam. Andaj edhe kjo është ai projekti që është në saje të tyra aktiviteteve për xhamin, ashtu sikur sa e lajmëruam edhe atë ditë edhe prej këtu them, çdo investim që do ta bëni ose çdo sent që do të përfitohet në atë udhtim, prej udhtimit të umres, po ashtu do të investohet në tokën e xhamisë me lehtë Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër, ju përkujtoj me 3 gjëra. Ata të cilët nuk janë antarësu, mos e le pa antarësu. Qoftë edhe me diçka modeste. Antarësohu, se antarësimi është sadakar jese për veten tënde edhe për prindërit e tu. Disa prej vëllezërve këtu subhanallahu atë ditë e kanë pa janë antarësu edhe për vetvetet e tyre, edhe për prindrit e tyre të cilët ma janë në ahiret. Për çdo muj me aqun nga një selam. Dikush prej atyre të cilët kanë qenë pronar të firmave kanë dhënë dhurat për xhamin në emër të punëtorëve dhe kolegëve që i kanë në punë. Të gjitha këta vëllezër janë të pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Gjëja tjetër vëllezër çka është, nuk kemi nevojë, xhamia nuk ka nevojë vetëm për para, ka nevojë edhe për mendimet e mira. Me siguri që mesin tuaj ka vëllezër të cilët atë profesion e tij e din më së miri. Merr një pjesë edhe me mendimin tuaj vëllezër se xhamia nuk është vetëm e kryesisë, xhamia është e të gjithëve. Dhe gjëja e tretë vëllezër, pjesëmarrja e juaj kur të vinë dita me firmën tuaj, me punën tuaj, kjo është ajo që punë nuk do të harrohet. Ndoshta nuk do të shkruan emri i hoxhës, kryetarit xhamisë, mirë po secili prej neve do t'i kujtohet diçka që e ka bë ai për shpirtin e tij. Dikush ka me bë sejaden, dikush ka me blet mikrofonin, dikush ka me i bë murat, dikush ka me i bë ndriçimin. Allahu na mundsof që secili prej neve me lën nga një shenjë të mirë të vazhdueshëm në atë xhami. Vëllezër, pra, deri kur të realizohet ajo xhami, me lehtë Allahu subhanahu wa taala, do të bëhen aktivitete të ndryshme. Besoni se ajo është shëftësira e realizimit të xhamisë, është pjesëmarrja e juaj në ato aktivitete. Lutim Allahun subhanahu wa taala që prej neve këtë mund të paktë Allahu ta pranon, ta bekon, pasuri që na ka dhënë Allahu të na shumëfishon, të na jep ymër që në atë ditë të bashku hapjen e xhamisë ta gëzojmë. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të rit ton Allahu imanin t'ia forcon. Treve tona, bijave tona, motrave tona, Allahu atyre sjelljen t'ia zbukuron. Lutim Allahun subhanahu wa taala që vëllezërve ton që kanë punë të lodhshme në këto vende, Allahu ata t'i fuqizon. Lutim Allahun subhanahu wa taala që pleqet ton Allahu t'i mëshiron, të vdekurit ton në varret e tyre Allahu varret e tyre t'u ndriçon. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Të nderuar besimtar, me të vërtet Allahu urdhron drejtësinë, mirësinë ndaj të afërmve dhe ndalon nga çdo punë të keqe dhe të neveritur, dhe ndalon nga çdo lloj padrejtësie. Kështu Allahu ju përkujton që mësim të mirëni wa aqimus salah.